aluduhet në atë se qendra e ndjeshmërisë gjendet në lëkurë. Është e vërtetë se lëkura është qendra e ndjeshmërisë së djegjeve. Nëse ajo digjet plotësisht, ndjeshmëria humbet. Prandaj Allahu i madhruar në ditën e gjykimit do t'i dënojë pabesimtarët me ripërtritjen e lëkurës sa herë që të digjet ajo. Allahu i madhruar në Kur'anin famlar thotë: "Vërtet ata që mohuan argumentet tona, do t'i hedhim në zjarr. Sa herë që atyre t'u digjen lëkurët, ne u androjmë me lëkurë tjera, që ta shijojnë dënimin. Allahu është i plotfuqishëm dhe i mençur." Surja Nisa 56. Kështu ne profesor Taxhasunit i përmendëm disa vargje kuranore dhe thënjet pejgamberit Muhammed alayhis salam dhe e pyetëm atë: "A është e mundur që Muhamedi alayhis salam këto njohuri t'i ketë marrë nga ndonjë burim njerëzor?" Profesori u përgjigj se s'është e mundur një gjë e tillë. E pyetëm atëherë nga i mori këto dije, ai vazhdoi dhe tha: "Ju pyet unë juve se nga i mori Muhamedi alayhis salam këto njohuri?" Ne i tham: "Nga Allahu i madhruar." Ai tha: "Kush është Allahu?" Ne i tham: "Allahu është krijuesi i gjithësisë." Urtësia tregon të urtin, dija në këtë univers tregon se është dhënë nga i gjithdituri. Përkryeshmëria e universit tregon se është vepër e gjithë